Me këtë goditje, ky portier do të bëhet lajm bote. Në vend të Portës apo ndonjë lojtari kundërshtar, Muhammed Janik i Istanbul Yurtdomspor do ta qellojë një pulbardh. Muhammed Smarty'ye vurdu. Çok ilginç bir an. Por që jeta e shpendit shpëtohet nga kapiteni Gani Catan, që zogut i bëri masazh gjoksi. Madje i hapi edhe shepin. E tek pas gati 1 minuti, pulbardha u përmend. Më pas u nxorr nga fusha nëpërmjet stafit mjekësor dhe ndeshja vlefshme për play-off në Ligën Amatore të Stambollit vazhdoi. Veçse fituesi doli skuadra Mevlane Skapi Guzeli Hisar. Shpendin të ta vizitoj edhe heroi që ja shpëtoi jetën. Madje ky akt e bëri ta përjetoj më lehtë humbjen e kësaj ndeshje finale. E aq sa u befasuan lojtarët, i habitur mbeti edhe komentatori që po e ndiqte ndeshjen. Zyrtarët e klubit njoftuan më pas se pulbardhës ju kthye vetdia, por që për shkak të lëndimit të krahut, ajo mbetet në trajtim.